Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fax News. Mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe së bashku në këtë mbrëmje të ditës së sotme jam në studio si gjithmonë me dy kolegët në studio duke filluar me zotin Dritan Laci, mirëmbrëma Dritan, mirë se erdhe, dhe zotin Reldar Dejdaj. Mirëmbrëma Reldar, mirë se erdhe. Të nderuar teleshikues, në mbrëmjen e sotme ne do të ndalemi tek një zhvillim shumë i rëndësishëm i ditëve të fundit, i cili ka të bëjë me sigurinë e jetës në vend, ku siç dihet nga lajmet besoj jeni të informuar dhe ju, ka pasur një le të themi një krim të rënd ku është qelluar nga një makinë në një makinë tjetër ku ishin edhe fëmijë në makinë si pasagjer në atë makinën tjetër dhe po në të njëjtën orë në një qytet të Shqipërisë, pikërisht në Lezhë, ka ndodhur edhe një vrasje. Nuk e dim a kanë lidhje me njëra tjetrën, pavarësisht se përpiqet ose pistat që janë hedhur deri më tani duket sikur i lidhin me njëra tjetrën, por gjithsesi dinamika e hetimeve do ta sqaroj më tej. Ajo që bie në sy është që krimi godet shumë, sidomos edhe në pjesën psikologjike të opinionit publik ose të qytetarëve, të cilët e ndjejnë atë pavarësisht se godet diku tjetër, ai e ka ndikimin dhe impaktin e tij të gjerë në shoqëri. Për të folur më gjatë në këtë temë, do t'ja drejtoj pyetjen kolegut Dritan Laci. Dritan, si t'u duk ai ato të shtëna armësh drejt një makine që po udhëtonin fëmijë? Në fakt, reagimi i parë ka qenë shumë i shpejtë dhe më vjet një status në profilin tim në Facebook që e kam ndëruar si akt, sepse më është dukur një akt shumë burracak. Në fakt që të godasësh edhe për te çdo kodi deri të godasësh një makinë ku udhëton jo thjesht një familje, po fëmijët e një familje. Sigurisht domun që unë atë të dynet në më parë kam parë domun si nga të Shën Bartolomeu, ta themi në këtë lloj mënyre, sepse unë do të rregullis pak ngjarjet. Ngjarja e parë e cila u shnua ishte ajo në Lezhë, ku u vra një 65 vjeçar, Gjovalin Prendi, por që në fakt nuk është pavarësisht se duket si një ngjarje lokale e cila zhvillohet jashtë atij që quhet habitati i qytetit. Nuk ishte një ngjarje thjesht e lokalizuar, por është një ngjarje e cila në fakt i paraprim shumë ngjarje të tjera të rënda të cilat kanë bëjnë me përplasje kaq të hapur dhe kaq tani të dukshme midis bandave rivale në Shqipëri dhe kur themi banda rivale nuk flasim për thjesht për banda brenda një qyteti, por të cilat në fakt e kanë shtrirë aktivitetin e tyre ndërkohë, ndër vite në përmasa të frikshme. Në përmasa të frikshme, pra politikisht, ekonomikisht e shumë të tjera me radhë dhe vrasja e Gjovalin Prendi ishte në kuadrin e sagës së këtyre ngjarjeve të përgjithshme të cilat kanë shënuar Shqipërinë në këto vite, por jo vetëm Shqipërinë, ka qenë ngjarje të cilat në fakt kanë dalë dhe jashtë Shqipërisë. Pra vrasje tani tashmë jashtë shpërndar dhe jashtë Shqipërisë. Duke vetëm të kjo pjesë, më duhet të rikthej në vëmendje se çfarë është kjo sag vrasjesh që ka përgjakur Shqipërinë në këtë kohë dhe që lidhet me vetë emrin e Rohan Brahimit ose Sidorel Prendit. Pra që ishte që tashmë është djali i humbur i Gjovalin Prendit, personit i cili u vrat në derën e lokalit të tij në fshatin Pllaunë të Lezhës. Të Lezhë, po. Rohan Brahimi deri ka qenë një personazh gati për neve regjimerin me autoritetin kronikës së ka qenë një personazh gati i panjohur, i padukshëm, por që doli në pasi ndodhi një tjetër ngjarje shumë e rëndë ku u vra Brillant Martinaj dhe dy shokët e tij, të cilët pastaj në korrigën e 2022-shit, po. Korrigën e 2022-shit. Po. Dhe këtu doli dhe emri i Rohan Brahimit si një nga personat i cili ishte i dyshuar, si një nga personat i cili është ka organizuar atentatin. Pse Rohan Brahimi dhe cila ishte lidhja e tij tashmë me Ervis Martinaj, pra me xhaxhain e Brillant Martinaj.
Rohan Brahimi ka qenë pjesë e ngushtë e punëve të Elvis Martinaj. Dhe deri në momentin kur një prishje ndoshta pazaresh në rënët e fatit ose një borxh i pa kthyer, i ktheu këta të dy personazhe, pra Elvis Martinaj në rival të frikshëm dhe Rohan Brahimi nga krau tjetër në rival të egër, pra të cilët filluan pastaj dhe krijuan ato që janë masakrat në Shqipëri, ku nuk kursehet më askënd, ku kanë humbur jetën dhe njerëz të pafajshëm. Të komplet pafajshëm, dhe unë do t'i rëndis me duke kaluar në punë vet. Duke kaluar në punë vet ose ka qenë në punë vet. Dhe këtu flasim për një gjyshe e cila u vra në një lokal e cila punonte si barakiere, e cila humbi jetën në pranit të mbesës së saj në Tiranë, për që është pjesë e gjithë saj aktuare të egër, tani që t'i rëndisim gjëra. Nga fillon kjo përplasje dhe si përfundoi dje dhe pastaj do kaloj tek pjesa tjetër, tek ajo nëse atentati i djeshëm. A ka lidhje apo jo? Ishte një ngatresë apo jo? Nga ajo që thuhet, Rohan Brahimi thash deri ishte një pjesë e rëndësishme e grupit të Elvis Martinajt. Deri në momentin kur ndoshta një borxh i pa kthyer siç lindin zakonisht to konfliktet me njëra tjetrin. Bëri doon që Rohan Brahimi të merrte peng dhe të çojë një nga bazat e Elvis Martinaj në Lezhë dhe atje të rrihej për orë të tëra barbarisht. Dhe ai që mendohet që e futi në kurth ishte një njeri i afërt, mik i tij. Sepse është një histori duket e ngatruar, po që ne nuk disi ngatruar, por që unë do ta them si skenar filmi. Duket si skenar filmi të Rohan Brahimi nuk i kishin emrin e tij Ibrahimi, por kishte marrë emrin e bashkëshortes së tij të parë. Dhe se tash emri i tij është i vërtet është Prendi. Dhe ai që mendohet që e futi në kurth, pra që e çoi në atë bazën ku ndodhej kur e priste Elvis Martinaj, ishte Ylli Braja apo Brahimi, i cili ishte pshurim me gruan e parë të Rohan Brahimit. Dhe këtu, pasi ai ka dalë nga kjo vend punimi ose nga ky magazin, ai është betuar për hakmarrje. Hakmarrje të cilën ai në fakt filloi dal nga dal, pasi rikuperimit të tij fizik, filloi ta merrte dhe në formë më të egër të mundshme. Fillimisht duke sulmuar ose duke bërë atentat ndaj Ylli Brajës, do të thonë që është truri financiar i Elvis Martinaj, pra njeriu që merret me të gjitha llogarit e tij në biznes financiare, në biznesin e gjitha me radhë, dhe pastaj duke vepruar dhe thuhet deri tek atentati ndaj mbi kalimin e fushkryes ndaj Byllan Martinaj. Sigurisht që kjo solli një hakmarrje të shpejtë nga grupi i Elvis Martinaj, që edhe pse rezultoni i zhdukur për gati 2 vitesh. Pra që nga 3 vjet, që nga gushti i 2022. Pra që nga vera e vitit 2022, duket se dhe ka një legjend që ai mund të ekzistojë, është diku, ndoshta shumë gjëra përflitet. Po përgatit një akvar, askush nuk e di. Po s'ka prova konkrete për sa kohë do të që ai rezulton thjesht i zhdukur, por i pa registruar nga gjendja civile. Ne duhet besojmë që ai është i gjallë dhe mund të jetë aktiv dhe është diku. Dhe sigurisht që ka përgatitur atë hakmarrjen e tij. Por edhe nëse nuk është ai vetë, pjesa e organizatës ose pjesa e mbetur e organizatës është aktive dhe vazhdon akoma të veprojë. Siç ishte rasti i Rohan Brahimit, i cili u vra pikërisht në vigjiljet e Pashkëve të vitit kaluara, në këtë kohë që u flasim në datën 9 maj, pra Pashkët në të kohë ishin në datën pak më vonë, tani janë diçka më herët, dhe u vra në Greqi pikërisht në momentin kur ai kishte ndoshta 2 ditë që kishte ardhur nga Dubai. Aty është tani streja e gjithë kontingentit kriminal, jo nga Shqipëria, por nga gjithë bota. Dhe kur u duk se ndoshta me vrasjen e tij, kjo sag hakmarrje ishte mbyllur, me sa duket nuk është kështu. Sepse thash mizorit që ka shkëmbyer njëra me tjetrën, grupe kriminale, sidomos këto 2 grupe, plas grupi i Elvis Martinajt, ai që ka krijuar Rohan Brahimi, i cili pastaj shkoi edhe në një ekzekutiv tjetër po kaq të fortë, siç ishte Gentian Betja, i cili mendohet se ka qenë një informator i Elvis Martinajt, ndoshta mund ta dënçuar në atë që ka qenë një natë shëmbëtonëre, siç ishte ajo 2 vjet më parë.
siç mori ose siç u lidh dhe me pjesën tjetër. Reldar, si të duket kjo ngjarje kriminale ku me sa duket siç e shpjegoi edhe Dritani, ngjarjet pasojnë njëra tjetrën për shkak se krimi tashmë nuk po ndalet përballë asgjëje për t'i kryer dhe për të çuar në vend ato veprimet e tij ndaj objektivave që ka, qoftë duke mos kursyer as fëmijë, qoftë ku ngatron objektiv. Nuk po kujdeset fare që njerëz të caktuar kalojnë aty të komunitetit ose njerëz të caktuar mund të kenë përdorim mjetësh të njëjta. A është e frikshme kjo për tani Dritani e shpjegoi shumë bukur dhe për hir të vërtetës nuk kam informacion më shumë se sa Dritani në këtë aspekt ose nuk kam pothuajse fare në raport me mënyrën se si operon bandat kriminale, bandat me një tjetër, po unë mund ta kap nga një jo aspekti që krijon psikologjinë qytetare. Edhe me fushën pak a shumë ku unë jam interesuar, qoftë edhe në media dhe në si gazetar, por edhe si njëri që jetoj dhe unë shoh këtë gjë që për ralla e një Shqipërie të sigurt dje u shen. Pra ne nuk mund të flasim më me atë tamburet e mëdha ku Shqipëria është një vend i sigurt për hir të vërtetës. Shqipëria dhe jeta në Shqipëri është aq e sigurt sa deri në momentin që mos ketë kush punë me ty, sepse për politika parandaluese, hetuese të krimit organizuar, këtu pothuajse hallkat që e krijojnë ose e mbajnë monitorimin e krimit, e parandalojnë krimin, këtu nuk funksionojnë. Këtu shiqyr që nuk ka kush punë me ty, se në momentin që ka këtu mbaron punë, sepse mund parandalohet një krim dhe një bandë kriminale. Nuk është problem objektivi, problemi është qytetarët. Është dje tregoi ngjarjet e djeshme të lidhura ku krimi nuk veçoi as fëmijët. Tregon që situata është shumë alarmante realisht. Qytetarë shqiptar dhe kjo gjendje që është krijuar duhet i thrasin mendjes me mënyrën se si është krijuar dhe si po burret krimi organizuar për hir të vërtetës. Dhe ne kemi dhe kjo nuk është rasti. Kjo është me mënyrën ekonomike që ka krijuar shteti realisht. Paraja pist, kanalizimi i madh i vendit, krimi organizuar që vjen dhe investon në Shqipëri, këta kanë arritur ta konsiderojnë veten realisht më të fuqishëm edhe se sa strukturat e shtetit. Madje ndonjëherë në përrethje shteti është krejtësisht inferior. Inferior ndaj këtyre grupeve kriminale, sepse qarkullojnë para, kanë interesa, lidhje të ngushta, pra kontrollojnë jetën ekonomike të një vendi, një zone të caktuar, imponohen me dhunë për që burimet e tyre ekonomike të investohen aty ku duhen në sektor strategjik zhvillimit vendit. Kanë marrë peng për hir të vërtetës edhe pjesën e luanit në ekonomi. Ju e shihni, nuk është rasti jetesa kaq e vështirë në kryeqytet. Duke filluar që nga qeraja, duke filluar që nga investime, sepse logjika ekonomike në çdo vend të botës është kërkesë ofertë. Këtu ka kërkesë pak, oferta është jashtëzakonisht e madhe. Me sa duket në shoqëri këta ndikojnë në planin ekonomik, jo vetëm planin. Pa diskutim sepse gjithçka është ekonomi. Gjithçka është ekonomike, është o për të kapur, për të coptuar akoma dhe më shumë, për të kafshuar akoma dhe shumë, ose për të imponuar aktorëve të tjerë të shoqërisë për me anë të forcës dhe të dhunës. Pa diskutim, në qoftë se do i referohemi ngjarjes së Lezhës, mirë ekonominë, por nuk po lën rehat edhe qetësim publike që po shkatërrohet. Kjo është gjithçka, sepse ne njeriu mirë që ndihet i varur, po s'po ndihet dhe i sigurt. Gjithmonë kritika e shoqërisë është dhe pse e bëjmë ne që një ekonomi e kriminalizuar nuk prodhon progres, nuk prodhon zhvillim. Ekonomia e kriminalizuar pavarësisht fasadës së bukur që ngjall, pas saj është thjesht një kadaver që çdo ditë thith viktima. Prodhon ngjarje kriminale nga më të ndryshme, duke e tronditur shoqërinë. Tek ngjarje te atentati në Makinës. Është kur ndodhi kjo ngjarje e Martinit të Ndier, sigurisht shoqëria më shumë të drejtë reagoi dhe fuqishëm. Dakor, duke dalë në protesta, duke mbushur sheshet, duke i bërë një presion dhe Martin Canit duhet ta sjell po.
Dhe ajo që shikoj është do që në rastin konkret, në rastin e 2 ditëve më parë, do është një hierarki komplet inekzistent. Si mund të jetë një shoqëri e tillë do, e cila Ka që fjetur, ka që heshtur, përballë problem ndryshoj kaq shpejt, kaq realisht. Ku secili nuk ka imunitet përballë kësaj të keqe. Kur bëhet fjalë, edhe aty bëhet fjalë për fëmijë. Në fund të fundit kam thënë që fëmijët nuk preken. Që edhe në kanun ishte e sanksionuar që fëmijët dhe gratë nuk prekeshin. Në çdo lloj kodi, edhe sikur ta marrë ta kthej dhe kështu. Sikur të ishte ja ta marrin mirëqen sikur gatrim objektivi. Unë gatrua shënjes. Dhe pjesa e skenarit të asaj ngjarje ishte makina ku udhtonte një grua. Por nuk prek edhe gruaj. Po, nuk është pjesë e hakmarrjes, e gjakmarrjes, po, në kodin e po. Nuk preket. Pra, çdo që të thuash në të rast. Nuk e justifikon as pak. Komplet është shtuar dhe çdo lloj dokull dhe kodi zakonisht. Po nuk dhe kjo tani po e bën situatën, për mua ka dalë komplet jashtë shinave, nuk ka më rregulla. Nuk funksionon gjakmarrje, nuk është funksionim gjakmarrje këtu. Kjo është çdo rregull. Kjo është e frikshme për vetë arsye sepse siç thot populli, çfarë shen në kodër pritën në votër. Edhe përgjithë secilin është rreziku që na arrim mbi supe. Jo, duhet ta bëjmë një serim për hir të vërtetës, sepse e kam vurë e vërtet të shumë gazetarë të cilët që merren me krimin organizuar. Po që e ngatrojnë për hir të vërtetës çfarë është hakmarrje, çfarë është luftë, bandash, çfarë është kriminalitet me gjakmarrje. Madje grupet kriminale kanë shumë interes. Hakmarrja me gjakmarrje janë dy gjëra të ndryshme. Ta ngatrojnë, ta lidhin me gjakmarrjen. Për të fshehur kriminalitetin, për të fshehur gjithë atë mekanizmin e madh të pisët dhe të ndyrë që prodhon krimi organizuar. Nuk ka gjë me prit se ta tregoj. Po, ja ta gruaja dhe fëmia janë të mbrojtur në atë po. Prit se situata. Ta tregoj unë herë në kanunin e Lek Dugaxhinit, nëse i referoheni kanunin Lek Dugaxhinit, për gjakmarrjen janë vetëm 10 rradhë që flitet. Vetëm 10 rradhë. E para është që kryenya e kanunit të Lek Dugaxhinit fillon gjaku shkon për gisht. Me detyrimet, jo, prit se ta tregoj. Që fillon me detyrimet që ka ndaj kishët. Pra kisha është institucioni në kanunin e Lek Dugaxhinit, institucioni më madhor i saj është kisha. Dhe po, fillon me besimin në Zot. Detyrimet që kanë fshatarët të besimin në Zot. Se jemi dhe mbigjilje të pashkave. Po, prandaj po e lidha, jo pa qëllim e lidha këtë. Dhe e dyta tani të shpjegoj ato që ndodh me gjakmarrjen, herë gjakmarrjet në mënyrë kategorike nuk preken fëmijët dhe gratë. Brenda 24 orëve kur ndodh një vrasje, brenda 24 orëve duhet mbyll i gjithë fisi brenda, pas 24 orëve vetëm familja e atij që ka kryer vrasjen. Pas një viti edhe familja del, pas 12 muash edhe familja del e lirë dhe pastaj pesha e gjakut ngelet vetëm tek ai që ka kryer vrasjen. Nuk preket në mënyrë kategorike asnjë. Në qoftë se ndodhe kundër, në rast që ndodhe kundërta, fshati merr masa drastike deri dhe në çrrënjosje total. Jo, në larpërzënje nga fshati e cila edhe i lehet damka. Dhe i lehet damka dhe i digjen i lehet damka dhe kjo është një gjë shumë e ndyrë dhe shumë e rëndë për familjen e cila e merrte mikuris. Pra, ishte shumë i ashpër dhe njerëzit ishin të detyruar. Rregullat përcaktuara qartë. Pra, nuk ka lidhje, ajo i përket një kohë tjetër, i përket një sistemi ekonomik tjetër, një modeli shoqëror krejtësisht tjetër dhe nuk mund të gërshtetohen bashkë në kohët e sotme dhe kushdo që e bën këtë gjë tregon një ignorancë për hir të vërtetës dhe nuk flet me profesionalizëm. Ajo çfarë ndodh këtu është ajo që tha Dritani më herët, to janë një grup kriminal, bandash kriminale, të cilët për të krijuar panik, për të krijuar presion, terror, për të legjitimuar ekzistencën e tyre, me kodin e tyre, sepse dhe kanë ato një kod marrëveshje dhe ata dhe një kod që komunikojnë me të tjerët, shkojnë deri aty në akte represive, madje deri diku edhe në akte terroriste, për të shkatruar edhe për të shantazhuar këdo. Sepse fakti do që po na vin si bomba këto ngjarje. Jo kohë pas kohë, po flas s'po na mbylli 15 vjeçi. Pra, kishim para jo më larg se një muaj, u sharrua fasada e një kompanie që merret me medikamente. Atje. U sharrua fasada e një depo farmaceutike. U sharrua fasada e Top Channel. U vra një i pafajshëm atje. Të kalojtë të pafajshëm edhe të tjerë. U vra një gjyshe
Dhe u vra pikërisht nga përplasja midis tyre dy grupeve rivale në Don Bosco. Po. Shumë mirë. Banakere, Besës, fati që e kishte marrë nga shkolla. Fati shpëtoi atë Fëmijë, Besën. po, fëmijën, po. E shumë viktima të tjera të pafajshme, të cilat ka rënë prej e këtyre Krimi prodhon gjithmonë gjërat viktima të pafajshme. Kjo është e frikshme. Dhe sot që flasim, jemi në situatë vërtet shumë unë për mua. Është shumë e rëndë për sa i përket sigurisë dhe rendit publik. Po sigurisht. Dhe guximi për goditur brenda Tiranës është thjesht për mua është një shenjë për treguar qeverisë se sa e dobët është. Edhe presupozohet që hapësira më e ndriçuar në vend. Absolutisht. Hapësira e Tiranës. Qoftë më e mbrojtur, qoftë më e ndriçuar. Ta ndjekësh për metra të tëra. Do ndoshta për 3 kilometra. Objektivin, atje. Dhe tikësh pa të ndodhur asgjë, unë të gjë nuk e kuptoj. Dhe po të shohësh rrugët tona nacionale. Janë plot me polica. Që të ndalojnë për kalim shpejtësie, po. Po, dhe shumë mirë e bëjnë. Po, dakord, për disiplinim trafikut. Me një vizë e cila nuk është ndarë. Po. Janë vigjilent. Për para kalim atje. Ose kamerat monitoruese që thonë. Kurse çojnë të rish këta ikën. Nuk i pa. Dhe askush nuk e di se kush janë. Tani në kohën që Sky CC nuk është më. Po. Tani, deri tani ka zbardhur SkyCC, kisë më marrë këtyre. Po tani çfarë ndodh tani? Tani mbrapa. Do duhet të tremi, do të futemi do ta kthejmë Shqipërinë në një geto siç është kthyer, ku ishim Tiranën, pjesa tjetër e Shqipërisë është në errësirë. Ku vjen ora 6 dhe gjithë në çepela kanë mbyll bizneset. Edhe frikë terror, kjo të bëj. Kjo tregon si psikologji krimi. Fakt ajo që të vret vetë. Shkosh sot në Shkodër, në orën 6 mbyllet, në orën 6 mbyllet çepela. Edhe kontrollohet nga gjithë kamera. Shkon në Vlorë. Se s'ka Lora ka dhënë 3 muaj. Jetë. Pas 3 muaj çepela në orën 6 mbyllet. Ndërmerren strategji për parandalimin e krimit, për ndalimin e vrasjeve, për ndalimin e krimeve nga më të ndryshmet. Dhe kur vjen puna nuk ka efektivitet në terren. Sa duket ta i shpëtojnë. Po sepse ta gjejnë mënyrën. Krimi pikëparë herë duhet të kontrollohet nga burimet financiare. Ku i marrin këto burime financiare? Si do t'i ndalojnë? Si do t'i ndalojnë? Më kujtohet një histori, po e tregojnë si Barcalet, por realisht është histori e vërtetë. Vjen ky kryeprokurori britanik. Po. Kur një qeverisje shqiptare shumë viteve më përpara bëri ca arrestime të bujshme në atë kohë. Dhe ky kryeministri shqiptar i mburret këtij kryeprokurorit i thot kam bërë arrestu X bandi e shef ky prokurori britanik dhe i thot dakord, i thot zoti kryeministër, kuptoj shifrat janë vërtet breslënse, por sa para ju keni mbledhur? Dhe në atë moment kryeministri shtangët, nuk kishte asnjë lloj përgjigje, sepse kishte arrestuar individët, por i kishte lënë ekonominë, kishte lënë ekonominë pa sekuestrim, veprimtarinë kriminale dhe ekonomike që ishin prodhuar nga kjo veprimtari kriminale, nuk ishin sekuestruar asnjë lloj pasurie dhe asnjë lloj gjëje. Nëse shteti nuk funksionon duke sekuestruar pasuritë e krimeve të organizuar, që për jetë vërtetës është të përplaset surratit në për çdo qytet. Ekonomia që është vendosur mbi bazën e paraspis, mbi mekanizmin e paraspis. Në çdo rreth Shqipërisë, kudo që të jesh, në çdo qytet të bën kashillëk. Ja se do ta diskutojmë. Do shkojmë një hapësirë publicitare të nderuar teleshikues dhe do të rikthehemi vetëm pas pak në studio. Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues, jemi duke diskutuar në studio në lidhje me ngjarjet kriminale në vend. Ka qenë tronditse ngjarja e ditëve të fundit e 2 ditëve më parë, një ngjarje e cila prodhoi një viktim në Lezhë, por edhe 4 të plagosur në kryeqytet. Jemi në studio me 2 kolegë, Dritan Lacin dhe Eldar Dedajn. Dritan, në lidhje me atë që po flisnim pak më lart. Unë dua t'i parë të dyja versionet. Pra edhe versionin e parë, domthonjë që sulmi ishte drejt për drejt ndaj makinës ku udhtonin 4 pjesëtar të një familje e cila është e njohur për atë për aktivitetin e vet. E saj në security, pra Pelikani Security. Unë prirën ti besoj dhe versionin domthonjë që kanë qenë ata objektivi i atentatit. Siç prirën ti besoj dhe variantin tjetër që ka qenë
objekt ka qenë makina në cilën u thonte bashortja e Rohan Ibrahimit. Për një gërm thotë është ngatruar, të paktën nga hetimet paraprake që janë. Edhe pse në mendimin tim, ndryshimin tim, gjithmonë policia, grupi hetues hedh pista të ndryshme, hedh si shashka, me qëllimin pastaj që për konsum mediatik, për konsum, jo vetëm për konsum mediatik, por edhe për të krijuar atyre që janë autorëve të vërtet të tatit një lloj qetësie dhe për të nxjerrë pastaj nga ajo zgafella e tyre. Janë raste që njihen. Është strategjia e tyre. Është strategjia e tyre. Por që grupi kriminal, qoftë i Ervis Martinajt në njërin krah, qoftë i Rohan Brahimit, pavarësisht të dy duket sikur i përkasin një bote të tashmë të përtejme. Sepse Rohan Brahimi u vra, u ekzekutua në atentat mafioz në Athinë, me njëherë sapo kishte zbritur nga Dubai. Edhe në mos gaboj ka hyrë nga deti. Dhe Ervis Martina, i cili askush nuk di të thotë diçka të saktë për fatin e tij dhe për vendodhjen e tij. Pavarësisht se teoritë konspirative, legjendat urbane janë nga më të sojshme. Por ajo që vjetër tashmë, që këto organizata kriminale janë bërë aq fuqishme, saqë kanë filluar të ndërveprojnë tani edhe me atë që është mafia greke. Pra, ata lëvizin tani tashmë midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe veprojnë tani atje me personazhe kryesisht edhe shqiptar, por që janë të lidhur me atë që është mafia greke në Shqipëri, dhe aty her pas here kanë gjetur dhe parat edhe strehën e tyre. Siç është dhe i rasti një personazhi që deri para pak kohësh për ne gati ishte i panjohur, por që e nxorën në pa vetëm në bisedat në Sky ECC, i cili shërbente si killer me pagesë i Ervis Martinajt, i cili edhe ky ka qenë i pranishëm në një tavolinë në prag të vitit të ri të vitit kaluar, pra në 29 dhjetor vitin 2024, me Irakli Davellën, një personazh shumë i njohur i krimit, i mafjes greke në shqiptar, i mafjes greke në Greqi, dhe me një tjetër personazh, edhe ky i ardhur po nga Dubai, biznesmen nga Tursi, dhe që është ende e paqartë nëse ishte aty për të organizuar një tjetër sulm, në të rast një tjetër atentat, pra për të marrë një tjetër porosi, por që në ato që thash unë, në bisedat e Sky ECC, ai del si personit të cilit Ervis Martina i jepte punë. Ose aq e lirë ndonjëherë është jeta në Shqipëri, saqë ai kur kishte halle probleme ekonomike, i thoshte më jep dhe i punë. Punën që ai dinte të bënte ishte vetëm killer. Po, më jep dhe i punë, e thoshte një gjë fare normale, dhe kishte marrë pjesë edhe në atentatin e vetëm që i është bërë Durim Bamit, ku plagos kushuriri i tij, në mos gaboj në Tapiz. Pra, shikoni tani se si lidhen gjërat, si lidhen edhe parat ndonjëherë, dhe pse kjo organizat nuk është kaq e dobësuar sa shtuhet. Pavarësisht se Ervis Martinaj mund të ekzistojë ose mund mos ekzistojë. Por miti i tij, njerëzit e tij, organizatat e tij, pavarësisht se sa e dërmuar mund të jetë ajo, ose e azgjesuar, e rrafshuar në kohë, duket se nuk janë në veprim dhe duket se nuk janë aq pasiv. Por ata zgjedhin kohën për të goditur. Pse kanë zgjedhur tani në prag të Pashkëve, në një vjetori të vrasjes së Rohan Brahimit, për ndoshta për t'i thënë pjesës të organizatës tjetër, për t'i thënë që ne jemi këtu, do jemi këtu edhe në vazhdim, mund të jetë kjo një shpjegim, siç mund të jetë shpjegim, të kuptohet që ata janë betuar që tashmë do ta azgjësojnë palën tjetër, jo vetëm në ato që janë pjesë ushtarë të organizatës, por edhe tek familja. Pra, nuk do kursejnë më askënd. Nuk do ndalen përballë asgjë. Pra, as tek fëmijët, as tek të moshuarit, dhe duket se kjo duket se po ndodh tani tashmë rëndom dhe duket kaq e qartë. Tani ajo që nuk dihet është ku është roli policisë këtu. Ja. Pra, po. Të pyes Reldari në lidhje me gjithë këto që na parashtroi tani për krimin organizuar i cili ka arritur të bëhet bashkë. Po strategjia për ta luftuar, a ka arritur, pse nuk po bëhet dot bashkë, pse nuk po ka një strategji mirëfilli nga çështja e shtetit dhe po tregohet, le të themi,
një lloj impotence, le ta themi nga strukturat e shtetit që ta mbrojnë ose ta parandalojnë këto krime, t'i shtrinë në mënyrë kapilare mbrojtësit e këtyre dhe të gjendet një mënyrë që të luftohet krimi mos na dali kaq hapur dhe kaq i pakontrolluar që del rrugëve të Shqipërisë. Po mendoj që gjithë Se është dhe fushata zgjedhore, mos është shfrytzuar dhe kjo kjo le të themi moskujdesi. Mund të jetë edhe kjo pa diskutim sepse orë në rast të festash, deshe futbolli, gjitha këto ku vëmendja qytetarëve. Do të thënë element tjetër që ne nuk duhet ta harrojmë. Nuk duhet ta neglizhojmë. Po. Vëmendja e qytetarëve është komplet tjetër kund, krimi organizuar vazhdon, sigurisht ku ka shumë abulli, ka shumë tension. Penetrojnë vrasjet e këto. Por unë e shoh një këndvështrim tjetër, është ajo çfarë unë them se krim do ketë gjithmonë një shoqëri, ne nuk mund të shmanget kjo, edhe në vendet më të zhvilluara të botës ku siguria është shumë e madhe, ekonomia është e konsoliduar, ekziston krim. Në qoftë se nuk e bën popullsia vendse, e bën popullsia ardhur ku ka shtresat marginalizuara pa diskutim. Jo krim të organizuar, krim organizuar e bëj struktura kriminale, plotësisht struktura të mirë përgatitura në kohë, se duhet të ndajmë krimin në strategji në të gjitha. Ja, se po e thash, do dilja. Pra, ajo çfarë doja me thënë është se do dilja aty, pra ne do kemi gjithmonë vrasje e presi, po ndryshimi është dhe dallimi është mes vrasjeve cilat bëhen për trafikim tepër të madh, influencash ekonomike, apo vrasjeve dhe krimeve që bëhen nga shtresat e organizuar ordinare. Pra, shoqëria gjithmonë do të rënditet nga njëra nga tjetra. Problemi qëndron që tek pjesa e dytë qëndron tek krimi organizuar, tek mafia shqiptare, e cila realisht ka marrë zhvillim shumë të madh edhe në Europë dhe jo vetëm në Shqipëri, është ajo çfarë ku strukturat e shtetit duke qenë të shullta përballë një organizate kaq të fortë dhe shumë fitimprurse për vërtetë sa që janë organizatat kriminale shqiptare duken krejtësisht inekzistente, strukturat e shtetit duken inekzistente, nuk e për ta kapë fillin edhe te aty ku e lash më herët. I gjithë modeli ekonomik madje më kriju bindja që pjesa më e madhe ose pjesa luanit e modelit ekonomik në rrethe jashtë Tiranës, por edhe në Tiranë, por edhe jashtë Tiranës, është bjen sy shumë pasuria e këtyre organizatave kriminale, e njerëzve që janë lidhur me krimin organizuar, botën e krimit. Bjen sy, është qartasi. Kudo që të shkosh në çdo qytet, në verije, kudo ti vesh gishtin, fotosh të filani. Kush është filani? Filani të rezulton me precedent penal, me listë që bevazor, si ka mundësi pyet dhe shteti nuk vepron. Mbi çfarë pari? Shifiu makinat, automobilat. Që operacioni OFL-s atëherë, OFL çfarë ishte? Ajo ishte një fasadë. Ishte fasadë e policisë. Shteti po doje efektive apo jo? Shteti çdo qeveri që bllokoi këto aseta apo jo? Bllokoi aseta, preu burime. Çdo qeveri kriminale janë aty dhe nuk çdo qeveri duke filluar që nga vitet 92 e këtej nëse do ketë pas vullnetit për të goditur strukturat kriminale në Shqipëri janë një vend i vogël, realisht mund të monitorohet, mund të kontrollohet, kuptohet shumë qartë se kush janë njerëzit, kush janë familjet, nga vijnë trafiqet, cilat janë rrugët e trafiqeve, nga kalon ashashi, nga kalon e kuqja, nga kalon kokaina, nga kalon armatimet, pra prostitucioni, që trafiku qemi njerëzore, kush janë familje që janë të lidhur me këto trafiqe, me kokainën dhe me gjithë. Këto ne i dim ne që s'merremi me fare me këto punë, nuk i digan strukturat e shtetit që kanë një niyet tërë me që merren me këto punë. Dhe mbi gjitha në partneritet me organizatat e tjera ligjzbatuese në vende të tjera. Unë do të them një arsye që ndoshta e bën edhe shumë të rëndë këtë ngjarje, për pas atentatin e 2 muaj më parë, që ndodhi atje. Ju besoj e dini që ministri i Brendshëm është shefi seksionit Partisë Socialiste në zonën nr. 1. Pra pikërisht në atë zonë ka ndodhur. Pikërisht në këtë zonë ka ndodhur atentati. Dhe mos harrojmë një gjë, se nuk është atentati i parë që ndodh pikërisht në zonën territori, në territor. Dhe pak na i do të kishte për mua. E kupton. Ndoshta sepse nuk e kanë kultivuar dorëheqjen. Si kuptimi si një formë institucion. Si institucion, unë nuk pres më për këtyre. Reagim qytetar. Ata burra që deri dje dhe që meritojnë respekt.
që kanë qenë ministra, që kanë dhënë dorëheqjen janë shumë pakët, por e kanë bërë realisht. Të detyruar apo jo? Detyruar apo jo, po e kanë bërë. Dhe njëri mund ta përmend. Po, sa më Dakor? Jo, po flas për Luan Ramën. Po. Apo jo, Ridar, mund ndihmo, lërë telefonit. Po flasim për institucionin e drejtës. Çështje standardi që është vendosur nga ministrat e brendshëm, do ditë një gazetar në vitin. Dhe sot që po flasim, ajo që ka ndodhur brenda territorit të Njësisë Bashkiake numër 1, e kuptoj që në këtë kohë ministri i brendshëm po bën fushat për deputet. Dhe minimalisht duhet kishte Tagri që të dilte sot, e kuptoj. Unë nuk po them që t'japi dorëheqjen, e kuptoj. Por minimalisht një konferencë për shtyp e kishte për detyrim ta bënte. Si ai, si drejtori i policisë. Nuk ka bërë asnjëri, as tjetri. Dhe kjo për mua është komplet jashtë asaj që mund të jetë politika apo se çfarë duhet përdoj. Në fund të fundit të ketë dhe një lloj solidariteti moral dhe t'u tregoj qytetarëve që policia është në këmbë. Që është në këmbë, është aty dhe do ta zbardhë her pas here sepse ka të bëjë shumë akti i veprimit politik. Dhe kjo akti në vërtet mungon. Dhe kjo është po them pra, akti këtu e trimëron shteti që gjendet për krah qytetarit kur ndërmerr veprimet. Institucionet e kanë si detyrë parsore kudo edhe veçanërisht kur kanë ngjarje të tilla dhe ngjarje kaq tragjike. Që komuniteti mos tronditet. Dhe dy ngjarje njëkohësisht në dy zona të ndryshme të Shqipërisë. Policia duke filluar nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit dhe pastaj edhe nga Ministria e Brendshme duhet të sqaronin qytetarët shqiptar. Por ministri i brendshëm vëlla po bën fushatën që kupton se është shumë e rëndë, kupton. Duhet të sqaronim përveç se gazetarë jemi dhe qytetarë që kalojmë në rrugë të ndryshme të Tiranës, Shqipërisë e gjithandej. Pa diskutim që siç ndjen gjithë qytetarët të rrezikuar ndjehemi edhe ne, pavarësisht se jemi gazetarë. Dhe ne duhet shfrytëzojmë hapësirën e emisionit Pakollare a kudo gjithandej që të themi dhe ta bëjmë apelin ton që strukturat duhet të reagojnë menjëherë, qoftë edhe për të pasur. Jo, pa detyrim ligjor kjo për të sqaruar opinionin publik, si qëndron pa diskutim çfarë ndodhi, pse ndodhi, ku do shtuhen, nuk pa një konferencë. Një tentativë për të fshirë brapa. Realisht ka një problem me sqarimin e opinionit publik, komunikimi publik. Nëse kemi kthyer në normë që institucionet kushdo qofshin ato të dinë të komunikojnë me opinionin publik. Me sa duket, po ndjekën atë që bën, ku ta di unë, tjetri se ndoshta që po refuzojnë gjithandej që të jenë përballë mediave, të bëjnë një deklaratë për mediat, ti sqarojnë opinionin publik, ti thonë që ndodhi kjo, ndodhi ajo. Jo vetëm thjesht të mjafton me një deklaratë në dorë qytetarëve, është detyrim ligjor që ti të dalësh edhe një, është detyrim ligjor të dalësh dhe të informosh opinionin publik. Sa ta mund thonë se në cilën fazë të hetimeve je, cilat janë pistat kryesore të hetimit, cila është ndjekja që po i bëhet ti hetimi, është në takën ligjor. Mund ta bësh edhe pa gazetar këtë gjë, po këta s'po bën as pa gazetar këtë gjë. Kjo është gjë që nuk shkon. Që të dalin vetë, po. Po, minimalisht të dalë vetë. Nuk po i themi, e kuptoj ndonjë që gazetarët e kanë humbur davan. Por çështë gazetarët i duan thjesht pastaj për të çuar atyre ato shashkat e tyre, kjo thjesht ngrej një tymnaj. Nuk është zbardhë diçka. Jo, është e frikshme mënyrën, dakord se krimi kur tha Eldari dhe pak më lart do ketë gjithandej, por mënyrën se si reagohet me krimin. Policia e shtetit, policia e shtetit e ka shumë edhe i gjithë kjo struktura që merret me parandalimin, krimin, hetimin e gjitha këto, ka shumë vështirë realisht për të bllokuar ndonjëherë në tokë shtresë e marginalizuar krimin që ndodh, krimin gjitha llojet e natyrës, krimi, vjedhje, vrasje, krim pasioni etj. Por në krim ordinar. Por nuk ne të them, doja të thoja se kjo gjë do ketë gjithmonë këtë panoramë në ankthit e frikës shoqëria. Por krimi organizuar është sistem tjetër, krimi organizuar. Dhe policia dhe strukturat e shtetit e kanë primare herë për ta dobësuar herë. Por që dobësosh këtë krim të organizuar nuk do të thotë fiskali do t'ju kapësh modelin ekonomik që kanë ngritur më. Kanë model ekonomik të frikshëm. Policia fut në skedar numrin e viktimave,
flitet për një pasuri të madhe dhe nuk shkon për të ku zotëri, ku si e ke bërë, si justifikon këtë lloj pasurie. Edhe vrasës i ikën në mënyrë të paditur Pastaj gjithmonë. ato kanë pushtet Digjet në ekonomik. makinë, Duke pasur pushtet ekonomik, ata shullin çdo lloj strukture policie. Çfarë do t'i bëjë përballë? Kush I del përballë? Një krim, po. Bande, një organizate kriminale që qarkullon mund të qarkullojë në muaj 50 milionë euro, 60 milionë euro në muaj. Qarkullim. Kjo është e Para. Kanë depo. Kjo është e frikshme. Edhe për ato, Këta kanë depo me para. Duket shteti inferior tek këtyre. Po shteti. Ora këta rivalizojnë thesarin e shtetit me nigodot e arit që kanë me parat që mbajnë nëpër depo. E kuptoni apo jo? Këta kanë depo me armë. Prandaj është I alarmante. kanë sistoli. Prandaj është alarmante situata e krimit organizuar. Ndoshta ne prandaj e patëm dhe sistem të ndërmjes së sotme. Ka një gjë ka krijuar kjo para e pist, kjo qarkullimi I madh I parave të piste, duke qenë një vend trafiqesh, historikisht për pakën që ku jemi futur pa institucione të forta, institucione të shulta, krejtësisht të dobta, edhe duhet pranuar tani edhe niveli I madh I korrupsionit që ka bërë administrata publike dhe drejtuesit e shtetit shqiptar, këto kanë shkatruar gjithë modelin ekonomik dhe nuk ka më model ekonomik, nuk ka ekonomi, nuk funksionon. Pyetja që I bëhet sot ministrit të brendshëm është, akset nacionale, kush I ka zotërim? I kanë bandat kriminale apo policia e shtetit? Mund ta kthej përgjigjen. Kush I ka? Sot që po flasim. Sa pyetje ka që lindin Kjo është pyetja cilat sot nuk do japin një përgjigje. Pyetjet janë bërë për mos ta marr përgjigje. Ka detyrim ligjor. Deri tani po shohim domthonjë që bandat kriminale I kanë marrë zotërim të plotë akset rrugore dhe policia e shtetit është aty vetëm për të vënë gjoba. Për shkelcit e qarkullimit. Në fakirë që kalon I shkreti me shpejtësi sipas kush di si e ka punën. Ata janë të gatshëm vigjilent që po. Ndërsa të tjerët të cilët prandaj kot nuk u tha dikur një burr shtetas grek që tha Soloni që ligjet tha janë si rrjetet e merimangës që fajkojnë e fuqishëm kalojnë I shqyej, ndërsa ngelin brenda tha insektet e tyre që s'kan fuqi të lëvizjes. Që ka ekzistuar me mira veçare. Kjo aksion e vjetër 2500 vjeçare është aktuale edhe sot e në ditët e sotme. Nuk e di koleg, kemi mbritur në fund të programit, edhe për sot ju falenderoj që ishit së bashku edhe në këtë takim të këtij emisionit Pakollare. Faleminderit Dritan, faleminderit Reldar. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për sot. Ju urojmë gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve të krishterë, paqi, shëndet dhe mbarësi dhe ardhshin të bardha në familjet tuaja, ashtu siç ju do zemrat. Takimi jonë I ardhshëm do të jetë sërish të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.